A duhet gratë me u depilu? A dini që gratë nuk janë depilu gjithmonë? Nëse kthehemi pak në histori, gratë për pjesën më të madhe të kohës nuk janë depilu hiç. Qimet kanë qenë pjesë normale e trupit pa ndonjë kuptim social negativ. Në fakt, sipas historianës Rebecca Herzig, praktika e depilimit të grave u përhap gjerësisht vetëm në fillim të shekullit të 20, kryesisht pas fushatave reklamuese që e prezantonin qimen sikur problem estetik që duhej zgjidhur. Para kësaj periudhe nuk ka pas pritshmëri, gratë i ruanin këmbët apo sqetullat. Kur u shfaqën fustanet pa mëng, edhe moda ndryshoi, kompanitë brisqeve filluan reklama që krijuan një standard të ri. Sipas Bazo, këto reklama nuk pasqyronin një normë ekzistuese, por në fakt e krijuan duke e lidhur depilimin me pastërtinë, femininitetin edhe pranueshmërinë sociale. Kjo është interesante sepse tregon se shumë standarde që i konsiderojmë normale janë realisht të reja. Tigerman edhe Hodgson tregojnë se presioni për heqjen e çimeve të gratë lidhet me normat sociale edhe me mënyrën se si media e përkufizon trupin ideal jo me ndonjë nevojë biologjike apo higjienike. Në disa kultura sot depilimi nuk është i zakonshëm, ndërsa në të tjerat konsiderohet standard. E kjo tregon që nuk është diçka natyrale univerzale, por një pritshmëri që ndryshon sipas kohës edhe shoqënisë. E tjetër shkallëzom a ke ditë që gratë më herët as kanë pas nevojë me u depilu, edhe për më shumë video si kjo, subscribe për bani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.